Përshëndetje. Një pyetje që nuk mund t'japësh përgjigje të menjëhershme është ajo që të bën të mendosh. A është mirë që fëmijët të dinë se prindrit kanë pasuri, apo është më mirë ta zbulojnë vetë atë kur të rriten? A është transparenca që vlen, që forcon ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë e familjes, apo një mënyrë për t'i hedhur barën e realitetit financiar shumë herët mbi shpatullat e tij? Në këtë video do të shqyrtoj disa prapaskena psikologjike, rreziqe dhe avantazhe të kësaj çështje që nuk ka një po ose një jo të thjesht, po kërkon nuanca, kujdes dhe maturi. E para, çfarë do të thotë të dinë? Kur themi të dinë, çfarë nënkuptojmë? Të dinë se sa është paga e prindit? Të dinë se prindrit kanë disa apartamente me qira? Të dinë se në të ardhmen do të trashëgojnë pasuri? Këto janë nivele të ndryshme transparence. Një gjë është i thuash fëmijës: ne jemi mirë ekonomikisht, nuk në mungon asgjë. Dhe tjetër është i thuash: kemi 3 dyqane, një vilë, 6 llogari bankare. Prandaj, para se të vendosim nëse duhet t'u themi apo jo, le të kuptojmë çfarë duam të komunikojmë dhe pse. E dyta, përse duam t'u tregojmë pasurinë fëmijëve? Ka disa arsye pse prindit zgjedhin të jenë të hapur. Për të ndërtuar besimin, nuk kam asgjë për të fshehur nga fëmia im, për ta përgatitur për trashëgimin, do ta marr një ditë, më mirë të filloj ta mësoj që tani. Për të shmangur keq kuptimeve, më mirë ta di nga unë se sa nga të tjerët. Nga krenaria, s'ka pse të rri në errësirë kur unë jam lodhur gjithë jetën. Në anën tjetër ka dhe arsye pse shumë prindër nuk duan t'u tregojnë fëmijëve pasurinë. E para nga frika se do të bëhen dembel. E dyta nga frika se do të fillojnë të tregojnë arrogant me të tjerët. E treta nga shqetësimi se nuk do mësojnë të vlerësojnë punën. E katërta nga ndryshimi se mund të keqpërdorin informacionin. Pra, të dyja palët kanë arsye të forta psikologjike. Pyetja kryesore është: a i ndihmon ky informacion fëmijët të rriten më të përgjegjshëm apo i dëmton? E treta, cilat janë rreziqet psikologjike të informacionit të tepruar? Rënja e motivimit personal. Një fëmijë që e di që ardhmja është e siguruar, shpeshherë nuk ndjen nevojën për ta ndërtuar një të vetën. Nëse në moshën 15 vjeçare i thuhet: mos u lodh, e ke jetën të garantuar, ai do filloj të besoj se s'ka nevojë të përpiqet. Tjetër është rritja e ndjesisë së epërsisë. Fëmia mund të fillojë të sillet me arrogancë ndaj bashkëmoshatarëve, që nuk kanë të njëjtat mundësi, duke ndërtuar një identitet të rremtë të bazuar mbi pasurinë dhe jo në përpjekjen apo në vlerat që ka. Tjetër është vështirësia për të përballur me refuzimin ose dështimin. Nëse një fëmijë rritet me ndjenjën që gjithçka do të vijë lehtë, sapo të përballet me realitetin jashtë familjes, mund të bjerë në ankth, vedyshim apo shpërthime agresive. E katërta, cilat janë përfitimet e transparencës me masë? Edukimi financiar që në fëmijëri. Një fëmijë që rritet me një ide të shëndosh për mënyrën se si menaxhohet pasuria, mëson të jetë i kujdesshëm, të kursej, të mos shpërdorej. Por kjo nuk vjen thjesht duke i treguar se ke shumë, por duke përfshirë në vendime të vogla ekonomike. Tjetër, përgatitja për përgjegjësi. Nëse do të trashëgojnë prona, më mirë të mësojnë që tani për vlerën e taksave, qiras, kontratave, investimeve. Kjo bëhet me dialog, përfshirje në edukim, jo me mburje apo presion. Tjetër është ndërtimi i besimit të ndërsjellët. Kur prindrit janë të sinqertë, fëmia kupton se familja është një skuadër ku ndahen përgjegjësi, jo vetëm privilegje. E pesta, në çfarë moshe mund t'u flasin fëmijëve për pasurinë? 90 vjeç nuk ka asnjë arsye të përfshihet në çështjet pasurore.
por mund të mësohet vlera si puna, kursimi, përgjegjësia, mirënjohje. Nga mosha 11-15 vjeç, fillojnë të bëhen pyetje. Mund të flitet për konceptin e fitimit, se si vjen paraja. Përse është e rëndësishme të mos shpenzojmë pa mend. Pas moshës 16-17 vjeç, nëse shfaqen interes dhe maturi, mund të bëhet një bisedë më konkrete me realitetin ekonomik të familjes, duke e theksuar gjithmonë pasuria është mjet, jo identitet. Puna, dinjiteti dhe ndershmëria janë baza. E gjashta, si t'u tregojmë pasurinë, pa i dëmtuar psikologjikisht. E para do thosha jo si privilegj, por si përgjegjësi. Mos i thuaj, kemi shumë, jemi të fortë, kemi punuar shumë, dhe kjo na sjell disa gjëra. Ato duhen mbajtur me mençuri. E dyta, përfshi në vendime të vogla. Lejoje të vendos për një buxhet pushimesh. Jepi një shumë të vogël monetare dhe mësoj se si ta menaxhoj. Shpjegoj pse s'duhet bler çdo gjë që shohim në vitrina. Tjetër, shpjegoj dhe sakrificat që janë bërë. Pasuria nuk vjen vetë. Fëmijët kanë nevojë të dëgjojnë sa orë pune janë bërë, sa mundime, sa refuzime. Kjo ndihmon të respektojnë më shumë përpjekjen dhe të mos rriten me mentalitetin mua më takon. Jam i pari i fëmijëve dhe mua më takon. 7 është rreziku i fshehjes totale. Ka dhe një rrezik tjetër kur fëmia e kupton vetë se familja është e pasur, por askush si thot gjë. Dhe në këtë rast, kjo krijon dyshim, mosbesim, ndjesinë e përjashtimit. Në këtë rast, ai informacion i ndaluar bëhet dhe më joshës. Ndaj më mirë të flitet me kujdes, me transparencë të matur, se sa të krijohet tabu që prodhon kuriozitet të shtrembruar. Në përfundim, është edukimi dhe jo ekspozimi. Fëmijët kanë nevojë të dinë shumat e sakta në bank apo pronat që do të trashëgojnë. Ajo që kanë vërtet nevojë është të mësojnë si fitohet një pasuri me punë, si ruhet me maturi, si ndahet me ndershmëri, si nuk bëhesh rob i saj. Prindrit nuk duhet të kenë frikë të jenë transparent, por duhet të dinë çfarë, si dhe kur t'ua tregojnë. Në fund të fundit, ajo që trashëgohet nuk është vetëm toka ose vila, por vlerat që i japin kuptim atyre. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju mund të bëni dhe komentet tuaja, por unë do të lutesha të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshin.